Unë kam një dokument që Shaban Tufina, gjaja e gjyshit tim, është merte u paguar nga Bashkia e Tiranës për mirëmbajtjen e saj. Dhe kam me dokumenta, atë do ta jap ta shohësh. Dhe më vonë në luftën për shërimin e kryeqytetit u dëmtu dhe xhamia. Po, bombardun edhe, nxorën jashtë përdorimi edhe kullën. Me ardhjen e komunizmit, gjyshin tim e fusin burg, i sekuestrojnë gjithë pasuritë. Si zakonisht me njerëzit e rregullt? I sekuestrojnë gjithë pronat, pasurinë, gjitha, dhe e dërgojnë në kampin në burgun e Maliqit të Korçës. Në këtë kohë bëhet kryetari i Komitetit Ekzekutiv, emërohet Abdyl Kollezi, i cili e thret gjyshin dhe i thot do të na vesh në punë orën. Në qoftë se ti do vesh në punë orën, ne do t'japim triskat e frontit. Dhe kështu gjyshi shkojnë në Shkodër, ke zonja e Këshillit Mirë, ke kisha e zonja e Këshillit Mirë, mori një mekanizëm të vjetër atje, dhe një mekanizëm tjetër që deri vonë e kam pasur në shtëpi e sajoj vetë, se ishte problemi i komandimit të 4 fushave me një makineri. Ishte një makineri që do komandohej 4 pamjet. Dhe atëre, në 46-ën gjyshi e vurin punë. Ja doli, e? Ja doli, e vurin punë, e montoj, dhe këto, do me thoni i falën burgun, por e dëbun nga Tirana dhe e dërguan Lezhë. Dhe gjyshi im deri në, po, ku doli pension ishte në Lezhë, por kështë diçka. Gjyshi vinte, çdo 2 javë, që të kurdiste orën, të merte me orën. Vinte nga Lezhë, dhe lidhja jonë e përjetshme me kullën e Sahatit ishte deri në vitin 1973. Pse? Në vitin 1973 ne u divorcuam me kullën e Sahatit. Në 73-shin vjen në Ministrinë e Ekonomisë Komunale, vjen një nga Korça, Nesti Saraçi, që ishte përgjegjësi i themi zejtarëve i këtyre. Dhe ai me anë të disave vendosën që këte ta kthejnë në orë elektrike. Hoqën mekanizmin e vjetër dhe mekanizmin e vjetër dërguan Korçë. Ke kulla e Korçës,